Ullullima e tij preu ajrin e mëngjesit të ftohtë si te. Në varrezat e mbuluara me borë, midis siluetave të zeza të pikëlluarve, qëndronte një ujk i madh i bardhë. Sytë e tij blu, si akulli, ishin ngulur në arkivolin e vogël të bardhë, ku pushonte vajza, si një engjëll në gjumë. Ujku u afrua ngadalë, vuri putrën mbi buzën e arkivolit dhe uli kokën drejt fytyrës së saj. Njerëzit klithën, dikush bërtiti. Qëlloni. Por ujku nuk sulmoi. Vetëm uli kokën dhe ulëriti butë, si të donte ta kthente vajzën në jetë. Dimri në Korçë nuk fal askën. Bora kishte mbuluar qytetin e vogël të Borovës, sikur koha kishte ndalur. Ditën kur do ta varrosnin Amela Krasniqin, temperatura kishte rënë nën 20. Qielli ishte gri, ajri i rënd, dhe edhe era tingëllonte si një lutje. Amela ishte vetëm 6 vjeç, me flokë të artë dhe sy si mëngjesi i kaltër. Baba i saj, kapiten Arben Krasniqi, kishte vdekur në Afganistan duke shpëtuar njësinë e tij. Nëna kishte humbur jetën në një aksident makine. Pas asaj dite, Amela jetonte me xhaxhain Markun dhe hallën Lulieta, njerëz që nuk mund të quheshin të mirë, por ishin e vetmja familje që i kishte mbetur. Marku kishte një fermë të vogël, dikur pronë e madhe familjare, por borxhet ndaj bankës po e zhytën gjithnjë e më thellë. Lulieta, e ftohtë dhe e bukur, ngjante me dimrin që i rrethonte, e ngrirë për brenda. Vetëm Amela sillte dritë në atë shtëpi. Çdo ditë shkonte në buzë të pyllit dhe linte copa buke, moll, ndonjëherë edhe biskota. Thoshte se po ushqente një engjëll të bardhë. Lulieta qeshte, por një mbrëmje Marku pa në mjegull një hije të madhe të bardhë që e vrojtonte vajzën nga larg. Që nga ajo ditë, ujku u shfaq shpesh. Nuk afrohej shumë, por sa për ta ditur se ishte aty. Ata e shikonin njëri tjetrin gjatë, në heshtje, si të kishin një lidhje që vetëm shpirtrat mund ta kuptonin. Kur Amela u sëmur papritur, zbeje, dobësi, dhimbje në kraharor, ujku u kthye sërish. Rinte jashtë dritares së saj natën dhe ulërite, jo me kërcënim, por me trishtim, sikur e dinte diçka që njerëzit nuk donin ta shihnin. Tetori solli vetëm fatkeqësi. Një mëngjes, kur Marku hapi letrën e bankës, duart i dridheshin. Ishte njoftimi për sekuestrim. Toka e familjes Krasniqi, trashëguar për 5 breza, do t'i merrej. Lulieta i vendosi filxhanin e kafes përpara dhe tha ftohtë, e humbëm gjithçka, Mark. Në atë çast, telefoni ra. Ishte doktoresha Elira Minga. Zëri i saj dridhej, duhet të vini menjëherë. Është për djalin tuaj, Tomi. Tomi, 7 vjeç, me syt plot jetë, po priste në korridorin e spitalit. Doktoresha foli me kujdes, por fjalët e saj binin si gur. Analizat e mëlçisë janë shumë të këqija. Kam frikë se do t'i duhet transplant. Marku mbeti i ngrirë. Pyeti vetëm, sa kushton? Afër 280.000 euro, tha ajo. Për një burr që tashmë humbte gjithçka, kjo ishte fundi. Atë natë, në hambar, me një shishe raki gjysmë bosh, Marku qante në heshtje. Lulieta i ul pranë dhe i tha me një zë të butë, por të ftohtë, ka një mënyrë. Amela. Ai ngriti syt, i hutuar. Vëllai yt la një sigurim jete prej 850.000 eurosh për të. Nëse ajo vdes para se të bëhet madhore, gjithçka kalon tek ne. Ai u ngrit menjëherë duke përmbysur shishen. Je çmendur? Ai më shpëtoi jetën në Afganistan. Lulieta e shikoi drejt në sy, dhe tani ti mund të shpëtosh jetën e djalit tënd. Zgjidh kush duhet të jetojë. Atë natë, Marku nuk fjeti. Qëndroi në derën e dhomës së Amelës, duke e parë si flinte përqafuar me arushin e saj të vjetër. Mbi komodin, një vizatim, mami, babi dhe ujku i bardhë. Ai gati u dorëzua, gati. Por kur të nesërmen Tomi u përkeqësua, çdo gjë brenda tij u thye. Në kokë i jehonte vetëm një zë, zgjidh kush duhet të jetojë. Një javë më vonë, Marku u takua me doktoreshën Minga në një kafene jashtë qytetit. Ajo duke e lodhur, duart i dridheshin. Po më kërkon të vras një fëmijë, tha ajo. Jo, pëshpëriti ai. Po të kërkoj të shpëtosh djalin tim. Ajo heshti gjatë. Pastaj uli syt, dhe nata jashtë u mbulua nga një ulërim e largët ujku, një kujtesë e heshtur se shpirtrat e pastër nuk harrohen lehtë. Nga xhepi i saj, doktoresha Elira Minga nxori një zarf. Brenda kishte receta, dokumente të rreme, raporte mjekësore. Kam arsyet e mia, Mark, tha ajo me zë të thyrë.
Vëllai yt ishte komandant i djalit tim në Afganistan. Ai zgjodhi të shpëtonte 2 burra të tjerë dhe i mbir vdiq. E urreva për 3 vjet. Marku uli kokën, sytë e mbushur me turp. Megjithatë do të ndihmoj, tha ajo pas një pauze të gjatë. Ata hartuan një plan. Do t'i jepnin Amelës doza të vogla ilaçi për zemrën, duke i thënë se ishin vitamina. Vdekja do të dukej natyrale, një ndalim i papritur i zemrës për shkak të defektit kongjenital. Një varrim i shpejt, askush s'do të dyshonte. Atë mbrëmje, Marku qëndroi për orë të tëra jashtë, në borë. Përtej pyllit 2 pika të kaltërta ndritnin në errësirë. Ishin sytë e ujkut të bardhë. Ai e shikonte në heshtje. Dhe për arsyen që nuk mund ta shpjegonte, Marku ndjeu turp, si të ishte zbuluar nga diçka më e lartë se njeriu. Doza e parë ishte gati e padukshme. Një pilul e bardhë u tret në lëng portokalli. Amela, pa dyshim, e piu me buzëqeshje, puthi xhaxhain në faqe dhe vrapoi të zinte autobusin e shkollës. Marku e ndoqi nga dritarja, duke shtrënguar gotën aq fort sa i kërcitën gishtat. Diçka brenda tij u thye. Pas 3 ditësh, vajza u lodh. Hapat i u ngadalsuan. U shfaqën rrath nën sy. Je mirë, e pyeti mësuesja. Vetëm pak e trullosur, u përgjigj Amela me zë të bullë. Në ditën e 6 nuk mundi të mbaronte mëngjesin. Barku më dhemb, tha ajo duke shtyr pjatën. Lulieta ngriti sytë e ftohtë, mos fillo prap me justifikime, haje. Marku nuk duroi më. Doli nga shtëpia dhe shkoi në hambar. Piu derisa duart i pushuan së dridhuri. Në pyll, ku bora ishte e trash, ujku i bardh, ai që Amela e quante engjëlli i saj, po endej në heshtje. Ndjente erën e saj. Por ajo aromë kishte ndryshuar. Tani kishte shije hidhërimi, hekuri dhe dhimbjeje. Ujku uli kokën dhe u lëriti, sikur po përpiqej të paralajmëronte digë. Por askush nuk e dëgjoi. Në ditën e 10, Amela u rrëzua në mes të orës. Mësuesja klithi, fëmijët u tërhoqën. Kur e çuan në spitalin e qytetit, doktoresha Minga ishte tashmë aty. Zemra e saj është e dobët, tha ajo ftohtë. Duket si një defekt kongjenital. Nuk është faji yt. Vajza qëndroi 2 ditë nën serum. Në gjumë, shite ëndra, ujq, borë dhe babajnë me uniformë ushtarake që i thoshte, mos ki frikë, engjëlli im. Në natën e 3, e lan të kthehej në shtëpi. Doktoresha i dha ilaçet e fundit. Marku po përgatiste qumështin. Duart i dridheshin. Lotët i pengonin shikimin. Bëje, tha Lulieta me zë të thatë. Për Tomin. Ai hyri në dhomë. Amela ishte ulur në shtrat, po vizatonte. Në letër, një ujk dhe një djalë që vraponin në borë. Këtu, e dashur, tha ai. Doktoresha tha se kjo do të ndihmoj të flesh. Ajo e shikoi drejt në sy, si një e rritur. Xhaxha Mark, pse je gjithmonë i trishtuar? Vetëm i lodhur, tha ai. Zonja Elvira thot se lodhja dhe trishtimi janë pothuajse e njëjta gjë. Burri i saj vdiq në luftë, por ajo ende buzëqesh. Thot se dashuria nuk vdes, vetëm ndryshon formë. Marku s'mundi më. E puthi në ballë dhe doli, pa pritur që ajo ta pinte qumështin. Gjoksi i dhembte. Në kokë i jehonin fjalët e vëllait, do të nxjerr nga kjo, Mark. Mbahu fort. Gjysmë ore më vonë, një zë i vogël thiri, xhaxha kam frikë, më dhemb. Ai vrapoi. Vajza ishte e zbetë, sytë e saj të kthjellët tashmë pa jetë. Mos ki frikë, e vogla ime, pëshpëriti ai, duke e mbajtur në krah. Thire engjëllin e bardhë, thuaj që më mungon. Pastaj heshti për gjithmonë. Kur mjekët konstatuan vdekjen, Marku u rrëzua në tokë. Bota u shem. Në pyll, ujku i bardhë ngriti kokën dhe u lëriti. Ullullima e tij ishte aq e gjatë dhe e dhimbshme sa që e gjithë Borova u zgjua. Zonja Elvira Dejda, fqinja e familjes Krasniqi, dëgjoi atë ulërim dhe shpërtheu në lodh. Ajo e dinte se gjithçka kishte mbaruar, por diçka tjetër digjej brenda saj, faji. 3 net përpara vdekjes së Amelës, ajo e kishte parë nga dritarja Markun duke hedhur diçka në qumështin e vajzës. E kishte parë edhe lotët e tij pas asaj, por kishte heshtur. Kishte frikë. Kishte frikë se ai do t'i digjte shtëpinë. Tani, ajo frikë i dukej qesharake, përballë krimit që kishte heshtur.
Varrimi u caktua për 3 ditë më vonë. Marku këmbënguli që të bëhej sa më shpejt. Kështu duhet, tha ai. Ajo meriton paqe. Askush nuk e dinte të vërtetën. Amela nuk ishte vdekur. Zemra e saj rrite dobët, por rrite ende. Dhe I vetmi në botë që e ndjeu këtë, ishte diku mes pemëve, me sy të kaltër si akulli, plot dhimbje dhe instinkt. Bora binte e trash, e heshtur, sikur vetë qielli donte të fshite atë që po afrohej. Në varrezat e vogla të Borovës, mbi një kodër të ngrirë, ishte ngritur një tendë e bardhë. Poshtë saj, 10 njerëz të veshur në të zeza rinin me kokat ulur. Ftohti u kafshonte faqet, frymëmarrjet dilnin në re të bardha. Në qendër qëndronte një arkivol I vogël I bardhë, I mbuluar me një flamur me shirita të artë dhe një fjongo roz. Mbi të shkruhej, Amela Krasniqi, 6 vjeç. Marku qëndronte pranë luljetës, trup I gjallë me shpirt të vdekur. Ai dëgjonte zërin e priftit, shihte lotët që ngrinin në qerpikët e njerëzve, por vetë nuk ndjente më asgjë. Gjithçka për të cilën kishte bërë këtë, tashmë I dukej pa kuptim. Tomi, djali për të cilin kishte marrë një jetë, as nuk kishte ardhur në varrim. Më mirë kështu, kishte thënë luljeta ftohtë. Prifti ngriti Biblën. Zot, pranoje këtë shpirt të pastër në duart e tua. Por përpara se të mbaronte fjalin, ndodhi diçka që askush se priste. Nga pylli, si të dilte vetë nga bora, u shfaq një hije e bardhë. Në fillim dikush pëshpëriti, është ndonjë qen. Por kur kafsha u afrua, turma filloi të bërtiste. Një ujk I madh, plotësisht I bardhë, me sy të akull, po ecte drejt arkivolit. Njerëzit u zmbrapsën. Fryma e tij e rëndë ngrinte pluhur bore përreth. Qëlloni, bërtiti dikush, por askush nuk guxoi. Ujku kaloi mes turmës me hap të ngadalshëm e të qetë. U ngrit mbi këmbët e pasme dhe vuri putrat e përparme mbi kapakun e arkivolit. Gishti I tij I mbret gërvishi drurin e bardhë, duke lënë shenja të thella. Pastaj uli kokën dhe u liroi gjatë, një ulërim që I ngriti të gjithëve zemrat në fyt. Çfarë po bën? Pëshpëriti dikush. Ujku uli kokën edhe më poshtë, ngjiti hundën mbi drurin, aty ku nën të prehej kraharori I vajzës. Trupi I tij dridhej, frymëmarrja I ishte bërë e rëndë, sikur dëgjonte. Pastaj ngriti syt drejt Markut. Dhe në ata sy kishte gjithçka, dënim, njohje, dhimbje. Marku bëri një hap prapa. Largojeni, bërtiti, ky kafsh ka çmendur. Por zonja Elvira Dejda, fqinja e moshuar, bëri një hap përpara. Zëri I saj, megjithse I lodhur, preu shurmën e turmës. Mos e prekni, tha ajo. Nuk po sulmon. Po përpiqet të thotë diçka. Shefi I policisë, Tom Dervishi, vuri dorën mbi pistolet, por nuk e nxori. Elvira, ky është një kafsh e egër, tha ai. Nuk është kafsh, e ndërpreu ajo me zë të prerë. Është një rojtar. Ujku e pa drejt në sy sherifin, pastaj sërish drejt arkivolit. Me kujdes, kapi me dhëmb skajin e flamurit dhe e tërhoqi poshtë, duke zbuluar kapakun e drurit. Turma u drodh nga frika. Ujku u ul dhe nguli syt drejt një burri në fund të turmës, Ardit Reka, ish ushtar që kishte ardhur nga Tirana për të nderuar familjen e vjetër Krasniqi. Zoti im, pëshpëriti ai. Ai po tregon drejt arkivolit. Do që ta hapim? Kjo është çmenduri, bërtiti luljeta. Mos guxoni. Por Elvira bëri një hap tjetër përpara. Syt I shkëlqenin nga lotët. Hapeni arkivolin, tha ajo me zë që tronditi ajrin. Ose do t'u tregoj të gjithëve çfarë pash 3 net më parë. Turma u ngrit në zhurmë. Marku u zverdh. Çfarë po thua, grua e çmendur, pash kur I hidhe diçka në qumësht vajzës, tha ajo duke dridhur duar. E pash dhe heshta nga frika. Por nuk do të hesht më. Hapeni arkivolin. Sherifi e pa drejt në sy burrin e ushtrisë. Ardit, më ndihmo. Ata u afruan ngadalë. Metali I bravave gërviti në ajrin e ngrirë kur hapën kapakun. Për disa sekonda, ra heshtje absolute. As bora nuk binte më. Pastaj një ulërim gruaje theu qetësinë. Një infermiere që ndodhej në turm u hodh përpara, vuri gishtat në qafën e vajzës. Zoti im, bërtiti ajo. Ajo ka puls. Zemra e saj ende re. Gjithçka shpërtheu njëherësh britma, lutje, zëra, fryma. Njerëzit u hodhën për të ndihmuar.
Sherifi kërkoi ndihmë, dikush vrapoi drejt ambulancës. Ujku i bardh u tërhoq ngadalë, u ul pran arkivolit dhe uli kokën, si të lutej. Lot kristal u formuan në qimet e tij të bardha. Ai e kishte ruajtur, kishte ardhur për ta marrë përsëri drejt dritës. Në atë moment, qielli u qa nga një rrezë dielli që theu red gri. Dhe ndërsa njerëzit vraponin, Markura në gjunjë, sytë e tij të ngulur tek ujku. Në shikimin e fundit të atij kafshe, ai kuptoi gjithçka. Zoti kishte parë, dhe drejtësia kishte ardhur në formën e një ujku të bardhë. Turma u ngrit në britma. Marku u përpoq të ikte, por burrat e fshatit e kapën për krahësh. Luljeta qëndronte si statuj, e ngrirë, pa frym. Sherifi Tom Dervishi u kthye nga njerëzit dhe tha me zë të prerë, arrestoni të dy. Dhe edhe doktoreshën Minga. Kur e nxorën Amelën nga arkivoli, trupi i saj ishte i ftohtë si akulli, por kraharori i vogël lëvizi lehtë. Ujku u afrua ngadalë, vuri hundën mbi dorën e saj të vogël dhe lëshoi një zë të ulët, të dhimbsur si një vaj lutjeje. Ajo po merr frym, pëshpëriti infermierja. Ajo po merr frym, bërtiti pastaj me lot në sy. Sytë e vajzës u hapën për një sekondë. Buzët ju drodhen. Angel, pëshpëriti ajo me zë gati të padëgjueshëm. Ujku e lëpiu në faqe dhe për herë të parë që nga ajo ditë, bishti i tij u drodh lehtë. Turma shpërtheu në lodh. Disa u përkulën për të lutur, të tjerë hoqën kapelat me respekt. Kur mbërriti ambulanca, sherifi u tha mjekëve, lëreni ujkun të vijë me të. Ai ia shpëtoi jetën. Në tingujt e sirenave dhe borën që binte si pëlhur, zemra e vogël e Amelës filloi sërish të rrite me forcë. Sirenat u lërinin si ujq, ndërsa dëbora kërciste nën çizmet e shpëtimtarëve. Ujku nuk u largua asnjë hap nga barela teksa e nxirrnin vajzën nga varrezat. Qimet e tij të bardha shkëlqenin në dritën gri të diellit, sikur ndriçonte nga brenda. Mjekët deshën ta largonin, por infermierja, e njëjta që kishte ndier pulsin e vajzës, ngriti dorën dhe tha, mos e prekni. Ky ujk i shpëtoi jetën. Le të qëndroj. Në spitalin e Korçës, mjekët luftuan 6 orë për jetën e saj. Zemra mezi rrite, trupi kishte rënë në 34 gradë. Diagnoza, helmim i rënd me ilaçe kardiake. Kur analizat toksikologjike konfirmuan dozën vdekjepruese, sherifi Dervishi kuptoi gjithçka, kishte qenë një tentativë për vrasje. Marku dhe Luljeta u mbajtën në dhoma të ndara. Ai u thye i pari. Nuk doja ta bëja, çau ai. E bëra për Tomin. Dhe doktoresha Minga, pyeti sherifi. Marku tregoi gjithçka, takimet, dokumentet e falsifikuara, planin për ta bërë të dukej si vdekje natyrale. Kur mësoi se Luljeta kishte mashtruar edhe për sëmundjen e djalit, vetëm uli kokën dhe tha me zë të shuar, pra, ajo helmonte edhe djalin ton. Gjyqi ishte i shpejtë, e gjithë Shqipëria ndiqte rastin e ujkut të bardhë të Borovës. Luljeta Krasniqi u dënua me 25 vjet burg pa të drejtë lirimi. Doktoresha Elira Minga mori 15 vjet dhe humbi përgjithmonë licencën. Marku pranoi fajin. Gjykatësi tha, ti traftove familjen tënde, por mbajte një grim ndërgjegjeje. Zoti ndoshta të fali, por njerëzit do të kujtojnë gjithmonë çfarë bëre. Dënim, 20 vjet me mundësi lirimi pas 12. Ndërkohë, Amela mbijetoi. Zemra i rrite fort. U zgjua në ditën e 5 dhe gjëja e parë që pa përtej dritares ishte ai, ujku i bardhë, i shtrirë mbi borë, duke e vëzhguar. Ka qenë këtu gjatë gjithë kohës, pyeti ajo me zë të dobët. Po, buzëqeshi infermierja. Nuk u largua asnjëherë. Vetëm pinte pak borë. Amela përshpëriti, engjëlli im i bardhë më gjete përsëri. Më vonë, shkencëtarët zbuluan diçka të pabesueshme, ujku nuk ishte plotësisht i egër. Ishte një hibrid, gjysmë ujk, gjysmë qenshërbimi. Babai i tij kishte qenë rec, qeni ushtarak i kapiten Arben Krasniqit, babait të Amelës. Pra, ujku që e shpëtoi ishte biri i qenit të babait të saj, i njëjti gjak, i njëjti shikim. Kjo histori përshkoi gjithë botën. Nga vende të ndryshme, njerëzit dërguan letra, dhurata, ndihma. Por Amela kërkoi vetëm një gjë, lëreni engjëllin tim të bardhë të qëndrojë me mua. Kaluan muaj. Pranvera shkrin borën dhe me të edhe dhimbjen e asaj qytese. Amela tani jetonte me familjen Reka, ata që e kishin ndihmuar atë ditë në Varreza. Shtëpia e tyre ndodhej në skaj të pyllit midis pishave.
Në verandë, gjithmonë shtrihej ujku i bardhë. Sytë I ishin zbehur pak, por vigjilenca e tij mbeti e njëjtë. Amela e quante thjesht Engjëlli. Nuk kishte më frikë nga ëndrat. Ndonjëherë, natën, zgjohej dhe e shihte ujkun të flinte pranë derës. Dhe për krah tij I përgjumur qëndronte Tomi, kushëriri I saj. 2 fëmijë që kishin parë ferrin, po mësonin të qeshnin sërish. Ndonjëherë, Amela afrohej, I ledhatonte qafën dhe përshpëriste, babi do të ishte krenar për ty ti e biri I tij, apo jo? Në fund të verës, ujku u ngrit një mëngjes dhe hyri ngadalë në pyll. Amela qëndroi gjatë në dritare, duke parë hijen e bardhë që humbiste mes pishave. Nuk qau. Vetëm buzëqeshi dhe tha me zë të ulët, faleminderit, që atë ditë, çdo mëngjes, kur dielli lind mbi malet e Moravës, ajo del në verandë, vendos një copë bukë mbi tokë të lagësh dhe përshpërit një lutje për ata që zgjodhen dritën, edhe pasi kaluan nëpër errësirë. Ndonjëherë, nga larg, dëgjohet një ulërim e vetme, e gjatë. Dhe ajo e di. Ai është ende aty. Jo për ta mbrojtur, por për ta kujtuar se dashuria, në formën e saj më të pastër kur nuk vdes.